Kjo është vula e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, që u gjet në Danimark dhe ju e bët publike, madje edhe sot këtu, po na e tregoni historinë si u gjet dhe çfarë është kjo vulë. Dhe fotoja tjetër, domethënë mund ta japi regjia që ta kuptoj dhe foton tjetër. Ja, vula atje në fund. Kthehemi edhe një herë të lutem regjia te fotoja para kësaj. Ja, këtu. Po. Tani, do të kemi parasysh që Danimarka ka qenë një perandori, do thoya, shumë e rëndësishme, një vend shumë i rëndësishëm me vikingët e me gjithë me radhë. Ka bërë edhe luftra në ato kohë e hershme, flasim 1000, 1100, 1200 e radhë. Edhe Plashkice, aty këtu vikingët, ke parasysh se rrit nuk po hyte kjo. Se më vonë, mas asaj periudhe, Danimarka u shpall në mbretëri, që është mbretëria natyrisht më e lashtë. Dhe atëherë, në vitin 1679, mos gabohem, mbreti vendosi që të seleksionoj kush do ngelet pasuri kombëtare e Danimarkës. Dhe u bë një proces shumë i gjatë, edhe u ndan gjërat që do ngeleshin në muze, në Danimark, dhe nxori një ligj që këto mund të ikin jashtë Danimarkës, janë të pashitshme dhe mund të ikin jashtë Danimarkës vetëm me një vendim parlamentit. Një nga këto ka qenë dhe vula e Skënderbeut. Po si përfundoi atje vula? Në atë kohë njihej si vulë e perandorisë osmane. A kështu quhesh, vulë e perandorisë osmane. Dhe për të ardhur tash te koha, në vitin 2003, në fund të vitit 2003, në fillim vitit 2004, më thret drejtori i muzeut historik të Danimarkës, Kopenhagen, dhe më thot ambasador, ne jemi afër një zbulimi të madh. Dhe thot kemi zbuluar një vulë dylli të Skënderbeut. Në perceptimin ton, Skënderbeu duhet të ketë pas 50 vula. 50 vula. Por ne mendojmë që asnjë nuk ka sot, mendojmë që vula e dyllit që po shikohet, mendojmë që është e Skënderbeut. Por për të marrë ky vendim, duhet dhe 3-4 muaj. Ishte një komision që bënte verifikimin. Që bëte verifikimin të me radhë. Dhe komisioni nuk ishte vetëm me këto që merren me antikuaret e këto gjëra me radhë. Ishte një historian, besoj. Edhe njerëz të ndryshëm, edhe mësues, edhe mjekët e me radhë që ishte që bënë këto. Edhe i thash po qefi madh, tash unë nuk e di atë punë si t'ja bëjmë t'ja bëjmë, në fund fare doli kjo. Edhe shkoi në zyrë dhe kërkoi zyrtarisht mundësisht për ta prurë të vulë në Shqipëri. Ai thashte pa mundër, përmendi këtë rregull. Kështu në atë kohë ka qenë ministre e kulturës zonja Artadade, shoqja ime e klasës. Shoqë klasë, të gjithë huaja. 8 vjet në politikë kemi qenë bashkë në një bankë. Ose bukur. Dhe 8 vjet shok shkolle në një bankë. Edhe të mesme dhe të lartë? Edhe të lartë. Te judo huaja. Te judo huaja. Edhe i them, kështu puna bë, po, duhesh të një sigur. Domethënë na vun shumë rregulla danezët. Deshin sigurinë ku do vet, tek do vet, si do. Dhe ju e sollët këtu. Prit, mas 3 muaj, 4 muaj me policie, me punë, paguam, më kujtohet, po vetëm për sigurinë e saj një $20,000-25,000. Mendosh në fillim fare që të veshte. Në vitin 2004. 2004. Dhe mendoshte që të veshte një herë në Tiranë, pastaj u mendua që të veshte në Krujë. Policia daneze pa se si është i rrethuar muzeu etj me radhë. Dhe vjen në masa të rrepta, 3-4 veta e binat atje. Dhe në moment u shpall kjo, domethënë ky drejtori i muzeut vet. Tha kemi prurë të vulën e Skënderbeut. Kështu mendojmë për këtë ka këto. Dhe rezultoi që është vetëm objekt origjinal i Skënderbeut që pat. I vetmi. Se këtë ata që na ndjekin, domethënë vula që gjetë ti në Danimark ishte vetëm objekt origjinal që ka përdorur Skënderbeu. S'kemi muze, asnjë objekt të Skënderbeut. Dhe ç'ndodh tash ti? Masi e prezantoi ky dolën ja 2 veta. Aty jashtë në një konferencë kjo nuk është vula jonë. Kush është kështu? Nuk ka rëndësi. Shqiptar. Po, nuk është vula jonë. Dhe atëherë u bë gjithë ky sherr i madh, po vulën ndetit e muzeut, kur kalon ja 2 muaj, 3 muaj. Te muzeu historik këtu, gjithmonë. Jo, në Krujë. Atë çuat në Krujë. E purin Krujë dhe e lan Krujë për ta marrë për 3 muaj. Nuk e lat në fillim këtu në Tiranë. Jo. Direkt në Krujë. Direkt në Krujë. Do të thonë që 3 muaj. Dhe tani
Pyesun, ore, ka kush me pa? Jo, ka, jo, s'ka, asnjëri. Nga instituti, historisë, të institutet. Çfarë thua? Se thonë nuk është vula jonë. Atëherë ka marrë telefon Filip Çakun, sa ishte hapur fiks fare. Ore, Filip, thash, shikoj të punë dhe se lam, nuk e vizitoj shumë. Shumë mirë për. Çu bë, nuk doli te fiksi, po shkum pastaj pa, kjo nuk është vula jonë. Kthehet vula pas 3 muajsh në Kopenhagen dhe takoj drejtorin e muzeut. Pak shumë. Në siklet. Siklet, ambasador, tha, kam tha një 20 vjet të kjo punë, tha. Kam prej gjithë botën e kështu dhe. Kudo, tha, kërkojnë, tha, kjo është e jona. Njerëzit. Wow. Rasti vetëm, tha, që kjo nuk është e jona, jeni ju. Wow. Po mirë ato 20.000 dollar kush i dha? Shteti. Dhe ai tha, po kush ishte ky më, ma e thuaj jo. S'ka rëndësi. Çështja është. Ai ishte nisësh të historisë? Kjo është historia. Tani vula është në Kopenhagen. Në Kopenhagen. Dhe vula origjinale se dhe i vetmi objekt origjinal që kemi ne nga eroi kombëtar. Po. Dhe ai tha që nuk është kjo. Po ti e di, po të hapish shtypin e kohës e gjen kollaj. Po, jo më se kemi shkruar vetë atë. Prandaj Po ne unë dua ta sjell nga goja jote në 2026. Kjo është historia. E dhimbshme. Shumë. Okej, kemi foto tjetër? Besoj që s'kemi foto tjera. Jo, kjo është një kështu e shkurt. Po kjo është interesante. Këshilla e Hamletit. Këshilla e Hamletit, që Fanoli ka përkthyer Shakespeare-in. Tani një pyetje ka unë. Ç'pun kishte Shakespeare nga Anglia? Shkruante shumë interesante. Tani, kjo godin këtu është pjesë e qytetit Helsingorit. Helsingori është një qytet. Po në Kopenhagen ishte? Jo, jashtë Kopenhagenit është 60 kilometra. Mua s'mu dukesh jashtë ajo. Jashtë Kopenhagenit, e kanë marrë. Do më 60 kilometra. Këtu ka qenë, do më në mbretëria, merte taksat më të larta në Danimark. Po pse? Ngushtica më që lidh. Se unë kalova me anije unë. Po, veriun. Atë anijen që ke bërë ti nga Helsingori në Helsingborg, 10 minuta është ngushtica më e madhe. Dhe në atë kohë, mbretëria daneze thonë kjo është ngushtica ime, do të paguajnë taks çdo anije që të kaloj këtu. Dhe anijet që kalonin, taksa ishte 1 lop. 1 lop? Do më në vlera 1 lope që do paguani çdo anije. Dhe 75% e buxhetit të mbretërisë Danimarkës merrte nga taksat e këtij kanali. Domthon ishte një vend shumë strategjik. Janë bërë luftra Helsingori me Helsingborgun afër për kanalin për ta marrë, për ta pushtuar sepse danezët e kishin të tyre. Janë bërë luftra të përgjakshme. Dhe në fund fare suedezët nga viti 1800 e sa nuk e kanë parasysh, e morën sepse ngriu deti dhe ato e morën pastaj me kalorësi, me kuaj, me kështu. Sepse me anije me kështu ishte e pamundur. Sa interesant. Dhe shndodh tash se do kthehen pastaj. Këto dy qytete që kanë qenë shumë luftë njëri me tjetrin, të jashtëzakonshme gjatë derdhje, kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, kanë qenë disa herë. Kryetari i Bashkisë Helsingorit dhe kryetari i Bashkisë Helsingborgut e promovojnë njësoj si pjesën daneze, sikur të jetë pjesë e territorit tyre për thithur sa më tepër turist. Shumë interesant. Tani pse bëri Shakespeare këtë? Duke qenë objekti më i famshëm i kohës në botë, tha princi, ne themi Hamleti, por ka qenë një princ anglez që quheshte Amleth. Me A. Edhe u bë pastaj Hamlet. Edhe kjo bë famshme dhe her pas here domthon kjo vesh në skenë edhe këtu. Edhe këtu? Po, ka numër vizitorësh të pafund, është objekti më i vizituar në të gjithë Danimarkën. Kështjella e Hamletit. Foto tjetër, më duket se është edhe nuk kemi. Se unë duhet vetëm diçka për atë kanalin, që kanë hapur kanalin në Kopenhagen, ishte ishull. Po. Pa kanal. Po. Edhe futën deti. Po. Çfarë është mrekullim? Po shiko, ka dhe diçka tjetër ç'a bëjnë këto tash. Në Danimark po bëhet afër Kopenhagen po ndërtohet do bëhet një ishull. Ishull artificial? Natyral. Po si ishull, aty s'ka ishull.